Më ka sulmuar fizikisht, tentonte më qitë prej staltit poshtë. As kom marrë pare une, as kom nënshkrune. Në vazhdimsi mi ka kërkuar Zeka 160.000 me presion të merues, duke me kërkuar ku do që jam. Përveç kërkimin, ka marrë edhe mesazhe kërcënuese, kanë shku shpesher në shtëpinë e familjes me shumë njerëz, më thanë nëse nuk ma dhon pagesën, atëherë ma lëm peng shtëpinë. Apo t'ja kompenzoj 3 fishin e pagesës sa e ka bërë. Faton Dalladaku në gjykatë deklaroi se nga AKP-ja kishte privatizuar një pronë të shtetit prej 14 hektarësh. Të njëjtën ai tha se do ta ndante në 4 pjesë, pasi ishte marrë vesh dhe kishte pranuar edhe pagesa për ta bërë një gjë të tillë. 7 hektarë nga kjo tokë do t'i jepte Zeki Asiqit, i cili po akuzohet për fajte dhe detyrim, 2 hektarë do t'i jepte vëllezërve Kelmendit dhe 1 hektar nga kjo tokë do t'i jepte Florim Shalës. Por, sipas tij, një gjë e tillë nuk mundi ta bënte. Në momentin kur ka shkuar gjërat ta regjistrojë në pronën me ndarjet fizike të kërkuara, zyrtari kadastral i ka thënë se kjo pronë që ka qenë emër të Faton Dalladakut tani më që disa muaj, 6 muaj, është në emër të Astrit dhe Arben Krasniqi. I ka përkthy 14 hektarshin pa dijenin time. 14 hektarshin e AKP-s. Unë s'kam qenë në dijeni, mas kodër të afatit që nga morë vesh. Bas shkafit ju transferu që të e ndërësëru bas në e kontratës? Falsifikuar. A ka qenë në shumë për ju? Jo, as kom marrë pare une, as kom nënshkrune. Me që toka kishte kaluar nga emri i tij në emër të vëllezërve Krasniqi, Dalladaku tha se menjëherë kishte informuar Asiqin me cilin atë kohë kishte raporte të mira. Zeka mu përgjigj, mos më përzi. Mos më përzi. Dhe më tha që unë të presë edhe 100 vjetë nëse ka nevojë, të ma regjistron pronën e mundimin, veç s'du me pas punë me ta. Pas kësaj, Dalladaku tha se nëpërmjet një shoku kishte arritur të takojë me vëllezërit Krasniqi, të cilët sipas tij i kishin thënë se nëse i përmbushte kushtet e tyre do t'ia kthenin tokën në pronësi. Arritëm marrëveshje që më ma kthy tokën. Se më thanë nëse nuk ma dhon pagesën, atëherë ma lëm peng shtëpinë, që bezon pejton. Kush? Vëllezërit Krasniqi. Çfarë pagesë? Pagesë që supozoni që unë e kam atyre borxh. Unë nuk e kam pas borxh. Dalladaku tha se pasi nuk e pranoi të paguante borxhin, i cili sipas tij nuk ekzistonte fare, u sulmua më njëherë sapo doli nga takimi. Në parking ka qenë parkuar një kerë. Ka ndalë 2 persona, njëri më vërsulet mua, me dorë ka pas armën i armatosur, tjetri i man peng punëtorët e mi, ai armatosuri tenton të më kap. Dhe në moment edhe më godet. Pas sulmit të pretenduar nga Dalladaku, vëllezërit Krasniqi u arrestuan për vepra të tjera penale. Pasi ata ndodheshin në burg, Dalladaku tha se nuk mundi ta rikthente tokën në pronësi, e cila sipas tij u bë edhe shkak që të fillonte depresioni nga Asiqi. Ai tha se ky fundi kërkoi 3 fishin e parave që kishte paguar ai dhe 3 persona të tjerë që toka e AKP-s që ishte më parë të kalante në pronësi të tyre nga Dalladaku tek ata. Zeka ka qenë përfaqësues i vëllezërve të Kelmendi dhe Florim Shalës. Ai ka fol, ai ka nënshkruar dhe bashkëreq kontratat me ta. Dhe ka kërkuar që të bëj zaventësim me pronë tjetër apo t'ja kompenzoj 3 fishin e pagesës sa e ka bërë. Kush t'i ka lyp 3 fishin? Mi ka lyp Zeka 3 fishin. Për çka? Këse unë e kom mashtruar dhe e kom shit pronën pa dijenin të tij. 210.000 euro, thotë si Zeka i ka pagu në emër të 7 hektarëve apo jo? 210.000 euro. 120.000 euro Vëllezërit Kelmendi. 70.000 euro Florim Shala me punë. Shala. Kur ju s'keni mujtë me bë transferimin e Sa janë totali këtu? 400.000. 400.000. Ka kërku 3 fishe, do thonë 1.200.000. Ah, okay. Qartë. Shumë rregull këtu. Ka përmend shumën 1.200.000. Jo, thesh 3 fishin. Thesh 3 fishin. Pasi nuk e pranoi këtë kusht, Dalladaku tha se një ditë tjetër Asiqi së bashku me vëllezërit e tij dhe Shalën, i cili do të gëzonte një pjesë të 14 hektareve, i shkuan atij në Zyrë me një ofertë tjetër. Dhe kërkonin t'ju regjistroj pronën apo të lënë doni garancion peng për të siguruar se nuk do t'i humbin paret që i kanë investuar. Dhe kërkon Zeka të bëjnë një marrëveshje, për detyrohen të lë peng një tokë tjetër prej 3 hektarëve, si dhe gjop shtes
detyrim financiar prej 160.000 euro. Ma sa vjetë u bo që këtë transakcion? Mund të me thonë prej fillimit që e këna vë marrëveshën për me jashit, afërsisht 1 vjetë. Në momentin kur e kanë e bardë, zeka atok, e kanë nënshkruar me avokatin tim një marrëveshje, ku justifikohet penglërja, me të cilën zekja si që zotohet se në momentin kur të shtjelloj çështjen edhe tek tashit dhe më kthehet në emrin tim, obligohet që ta liron pengun, do të thonë s'ka thonë mas 1 vjetë, gjysmë muaj, 7 muaj, 100 vjetë, po veç ka thonë kur herdo që e liron, ti unë të kthej tokën. Në vazhdimsi mi ka kërkuar zeka 160.000 euro me presion të merues, duke me kërkuar kudo që jam. Përveç kërkimin ka marrë edhe mesazhe kërcënuese, të cilat janë të dorëzuara në polici, si dhe kanë shku shpesher përveç në zyre, në shtëpinë e familjes, me shumë njerëz të më kërkonin. Sipas Dalltakut, pasi Asiçi mori 3 hektar tokë, ai nuk kishte më interes për tokën e privatizuar nga AKP-ja, pasi nëpër të do të kalonte autostrada që ishte në ndërtim. Tashmë, sipas tij, interesi ishin 160.000 euro, të cilat Dalltaku kishte thënë se do t'ja jepte, posa të fitonte parat nga shitja disa pronave që i kishte ai, e që në atë kohë ishin të bllokuara nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Edhe i thash se deri në momentin të lirohen tokat nuk mund të t'i bardh. S'mund t'ja paguaj 160.000 euro. Nuk, okay. Tokat nuk mund t'ja paguaj, as i kërkoj ke mo ato shkëmbimin. Jo, është ashtu ajo është e ta tjetër. Tokat 14 hektar që i ra vlera shumë se e këputi autostrada. A qëllimi kryesor me nëjë ma vone justifikoj. Ka qenë me makë 3 hektar. Ka foj me dikon telefon, tha për 3 djeta unësh me i pagu paret. Jo, kërkoj edhe paret edhe me ja regjistru pronën e lënë peng. Për 3 dit, Jo peng, ja këti pronat. a mund të me pagu Jo, duhesh faktikisht. Duhesh me mi këthy. Për 3 dit, duhesh me mi këthy parat. Më mi dhënë parat dhe më regjistru pronën 10 hektarshin. Unë përsërita që nuk u varët prej meje, po prej shtetit, moment është ngrit nga tavolina, më ka sulmuar fizikisht, duke më kapur për kraju dhe tentonte më qitë prej staltit poshtë. Vrejta që është edhe në ftyri për jargur dhe i prishur, dhe me ndihmën e Bajram arrita të shpëtoj dhe të largohem nga aty. Ndonë se gjatë seancës disa herë tha se në periudhën për cilën po fliste ishte në gjendje të rënd financiare, Dalltaku deklaroi se pas gjitha këtyre ngjarjeve kishte arritur marrëveshje për blerjen e një shtëpie në vlerë prej 650.000 euro. Një pjesë të kësaj shume, sipas tij, kishte paguar duke i dhënë pronarit banesat dhe lokalet, sipërfaqe prej 250 metra shkatror, mobiljet e tyre, veturën e tij, si dhe një shumë të caktuar parash. Megjithatë, ai tha se nuk kishte mundur ta merrte shtëpinë në pronësi pasi kishte mbetur edhe 200.000 euro për ta paguar. Përveç isha e bllokuar, unë kisha kontraktuar një shtëpinë për ta blerë, So ke pos për ja ble, so të ka shqit shpinë. 650.000 euro. Nuk kam mundën ta përmbyll Ta përmbyll. obligimet në tërësi, më kam vetur 200.000 euro për ta kompletuar në tërësi obligimin tim për blerjen e shtëpisë. Mirë po, me që isha në situatë të vështirë, zeka ishte në dijeni, përmes Bajramit, për me takim dhe me ofron të më siguron 200.000 euro. Sipas Dalltakut, Asiçi ja ofroi 200.000 euro për ta lecuar nga kjo situatë e rëndë. Por para që i kishte thënë se po ja merrte babait të bashkëshortës, duhet ja kthente me 1% kamat mujore. Mirë po, që shmë tha zeka, ai kërkon 1% kamat mujore. Megjithatë pranoi ofertën e zekës, pasi që pata qitë në shitje aksionet e një spitalit, me qëra se kisha një dakordim me një blerës dhe pritësha të më transferojnë vlerën e dakorduar në vlerë për 870.000 euro. Pasi arriti marrëveshje me Asiçin që t'japte 200.000 euro, në kontratë shkruaj se do duhet t'ja kthente 360.000 euro, duke përfshirë 160.000 euro që sipas tij kishte vendosur më herët si gjop, të dyjat me këmat. Dalltaku tha se kishte hedhur hapin e radhës që shtëpinë që sipas tij pothuajse e kishte paguar, ta bënte plotësisht të tijen. Njoftoi përmes agjencionit shitjen e shtëpisë, e lajmërova dhe noterën që do të vim nesër të nënshkruaj një kontratë për blerjen e shtëpisë, me të cilën kontratë kërkoja që krejt kompenzimi, pagesat e mia të përshkruar në kontratë.
ishin 550.000 euro deri në atë moment. Si dhe të bëj një kontratë për huazim me Zeki Asiqi. Për huazim të shumës prej 200.000 euro me kamat. sa? Unë jam obliguar me marrëveshje të paguaj 1% për 200.000 euro dhe plus detyrimi 1%. Do të thotë 360.000 euro kam qenë i detyruar. Ja e ka bashkangjit edhe detyrimi. 360.000 euro. Eksakt. Por kjo marrëveshje në tentativë kishte dështuar dhe sipas datakut, kjo kishte ndodhur pas një plani të mirë menduar nga Asiqi për ta futur atë në kurth. Dhe në moment të fundit më thret, derisa ishim në një dhomë të posaçme të noterja, Bajram Pjakiqi më thot Zeki Asiqi nuk pranon të bartët shtëpia në emën timin, Fatonit. Por thot, transferin që do të bëj, dua që shtëpia transferin për 200.000 euro, Transferin që do të bëj për 200.000 euro. shtëpia të bartët në emën të firmës së tij Liridoni. Kjo ishte një grask e mirë menduar për Zeki Asiqit të më vë në një situatë kaq të keqe para shitësit të shtëpisë, i cili veç ishte i acaruar me vonimin e pagesave. U detyrova të nënshkruaj, të pranoj vërtet që shtëpia me 200.000 euro mjetët të paguara, juridikisht apo zyrtarisht, ta përveçoj Zeki Asiqi, e cila kishte vlerë shtëpia si mas shpendimit tan, kishte vlerë 4 fish më shumë. Ishte kurthi tjetër për të legalizuar gjobën për 160.000 euro, kërkon të bëjë një marrëveshje për huazim në vlerë prej 360.000 euro, mbi këtë obligim, të detyrohem të paguaj kamat mujore. Mbi cilin obligim, qëto 360.000 euro është? 360.000? Do në t'ja keshit shpi në emën të akuzorit Zeki Asiqi. Po? Edhe kemi bo kontrol tjetër pra. Kontrat tjetër, po veç për huazim të është. Veç për huazim. Po. Do në, s'kin se ti ka huazu dhe 360.000 euro. Edhe më ka vu kamat 1%. 360.000. Dëshmia Fatën Dallataku në rastin ku ish-miku i tij Zeki Asiqi akuzohet për fajde dhe detyrim do të vazhdojë edhe në seancën e radhës. Ndryshe, Asiqi është biznesmen dhe aksionar në disa kompani si Liridoni Construction, e cila merret me ndërtimin dhe shitjen e objekteve banesore, Liridoni Distribution, e cila merret me tregtinë me shumicë të artikujve ushqimor, pijeve dhe produkteve të duhanit, si dhe Market Liridoni, i cili operon në sektorin e shitjes me pakit.